E qartë. Zotin Recaj, po ju si e patë kërkesën e prokurorisë për një dënim të përbashkët prej në fakt nga 45 vite për katërshën e cila po gjykohet në Hagë? Nëse më lejoni shprehem kështu žargonin popullor, ishte më shumë fontan dëshira se sa argumentim i akuzës të cilën ata po të ndrojnë që ta ndrojnë dhe të i qëndrojnë besnik. Këtu ka një nëse mund ta quaj një mos harmonizim ose kundërshtim brenda për brenda vetë asaj çka ka prezentuar edhe prokuroria speciale. Në fjalën e prokurorës më drejta një çështje shumë interesante. Do thotë përmend dëshmitarët XY në këtë diun, thotë janë arrestuar nga UQP dhe mua nuk dihet. Mirë, po nuk thotë më tutje që do thotë nuk e ndan përgjegjësinë individuale. Ka qenë personi i cili ka vepruar kryen vetë apo ka qenë personi i cili ka vepruar në urdhrat e ushtrisë veritabël. Në ana tjetër thotë që ne nuk po kërkojmë që të gjykohet shtabi i përgjithshëm, por veprimet individuale të njerëzve të cilët faktikisht kanë qenë shtab i përgjithshëm. Andaj këtu ka pak një nga ajo që ka prezantuar qeveria, ka një pak qartësi e cila realisht mund të përdoret nga mbrojtja dhe avokatët mbrojtës të akuzuarit. Pjesa tjetër që është e rëndësishme nëse flasim për pjesën e kërkuar që ta shpontan dëshira që dënohen 45 vite me burgim secili. Ne kemi pas gjykatën ndërkombëtare për krime gjykim, askush nuk është dënuar 25 vite. Mandej absurditeti tjetër është që në gjykatën e Norimbergut nuk ka pas dënime me 45 vite burgim. Kështu që kjo te kalon çdo suaz të asaj që ka quhet procesi drejt. Është e pabazuar kjo kërkesë duke qenë se kjo gjykatë është e formuar me ligjet e Kosovës dhe siç e potencuat dhe ju për krime lufte tek ne nëse nuk gaboj janë 15 vite. Është i pabazuar një kërkesë e tillë për 45 vite burg? Natyrisht është e pabazuar sepse e para nuk argumenton që vërtet zoti Azhem Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi kanë kryer vepra penale, krime kundër luftës. Nuk e argumenton që me datën X në vendin X Azhem Thaçi ka ekzekutuar X person. Andaj, kjo është ajo vara e përgjegjësisë individuale. Nga ana tjetër, është edhe një fakt tjetër që në prokuria thotë sa i përket dëshmitarëve të ofruar nga ana e mbrojtjes. Thotë që nuk kam njohuri, do thotë deklaratat e Wesley Clark edhe të tjerëve e argumenton thotë në mos njohurinë e informacioneve të mjaftueshme për Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Që është nga ana tjetër nuk ka asnjë sens ose nuk ka logjik sepse marr parasysh faktin që veprimet cilët janë ndërmarrë deri te bombardimi nuk mirën vetëm kryen vetë vetëm nga një person. Po, është një proces paraprakisht i verifikimit se çfarë po ndodh në terren dhe me këtë duhet të bashkëpunojnë në terren. Ndaj kjo është e pa kuptim sepse sikur sipas prokurorisë i bie që NATO, Shtetet e Bashkuara dhe gjitha vendet e NATO-s kanë bashkëpunuar me terroristë. Kjo fare kuptim s'ka, sepse pikërisht këtë po e thotë dhe e ka thonë vazhdimisht kush tjetër post qeveria e Serbisë. Gjitha argumentimi dhe gjitha provat cilat i kanë bazuar dhe i kanë prezantuar në gjykatë janë prova të përpunuara
nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe nga Prokuroria Speciale e Serbisë. Kemi situata ku raste ku dëshmitarët thotë që X personi është balar apo është marrë në pyetje nga UÇK-ja, ai X personi ka vizituar të jetë pjesëtar i njësisë speciale të policisë së Serbisë, i cili ka ushtruar terrorizëm në popullatën civile të Kosovës. Andaj këto kemi një disbalancë shumë të madh. Marr parasysh edhe faktin tjetër që nëse kthehemi në retrospektiv, të nga procesi i fillimit të ngritjes së akuzës, ku kemi pas skandal pas skandali nga ana e prokurisë speciale, e cila nuk ka arritur ta menaxhojë situatën dhe ta menaxhojë rastin, kemi pas rrjedhje të informacioneve. Po, në drejt saj. Dhe kjo është bërë indikacioni tregon që është bërë me qëllim të caktuar. Do të kemi mundësi ta shtjellojmë nga këndvështrimi si e thotë,